Përshëndetje shenja e dashit, kjo është panorama interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi mbretëreshën e kupave, perandoresha, karroca dhe 4 shkopinjt. Atëherë duket se ju në këtë javë po hyni me një thellësi emocionale të pazakontë. Jeni më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth, më intuitiv, më të lidhur me brendësinë tuaj. Por paralelisht ka një rritje të fortë të vetvlerësimit. Ju po filloni të ndiheni më të sigurt në atë që jeni. Nuk kërkoni më aprovime të jashtme si më parë. Ka një energji krijimi, diçka brenda jush po piqet. Në mes të javës vjen një moment ku ju merrni drejtimin. Mund të jetë një vendim, një kufi që vendosni, ose një hap konkret që i keni shtyrë prej kohësh. Dhe fundi i javës sjell një ndjesi stabiliteti, një ndjesi të tipit jam në vendin tim, një qetësi që nuk vjen nga mungesa e sfidave, por nga fakti që ju po i menaxhoni ato. Kartat këshillojnë të mos e shtypni ndjeshmërinë. Këtë javë ajo do të jetë busulla juaj. Fuqia juaj nuk vjen nga reagimi, por nga vetë kontrolli emocional. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 6 shkopinjt, vdekja, bum, kulla, faqa e kupave. Në familje fillimisht duket sikur ka një ndjesi krenarie ose arritjeje me 6 shkopinjt. Mund të ketë një lajm të mirë, një moment ku dikush ndihet i vlerësuar. Për disa mund të keni të bëni edhe me ndonjë luan, sepse është karta e vëmendjes, është minor arkana e shenjës së luanit kjo kartë. Dhe është karta e lavdisë, famës, e vëmendjes dhe prandaj përfaqëson luanët kjo kartë. Megjithatë, më pas energjia ndryshon, një situatë e vjetër prishet dhe një e vërtet mund të dalë në sipërfaqe. Mund të ketë një tronditje emocionale, një debat ose një zhgënjim që nuk mund të injorohet më. Por kjo nuk është për shkatërrim, është për pastrim. Pas kësaj vjen një butësi e re. Dikush hap zemrën, dikush kërkon falje, ose jeni ju personi që sillni paqen. Kartat këshillojnë të mos friksoheni nga përballja. Nëse diçka shembet, është sepse nuk ishte e qëndrueshme. Mos e mbani barrën emocionale të gjithëve. Ndihmoni të tjerët, por mos u sakrifikoni. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi faqen e monedhave, 10 kupat, mbretëresha e shkopinjve dhe mbretëresha e monedhave. Në dashuri kjo është fusha më e bukur e javës për ju. Këtu shfaqet një energji ndërtimi. Nuk është thjesht pasion. Është një dëshirë për stabilitet. Pra nuk është thjesht emocioni i momentit. Nëse jeni në lidhje, ka mundësi të ndiheni më të bashkuar. Biseda për të ardhmen mund të bëhen më konkrete. Partneri mund të tregojë seriozitet më të madh ndaj jush. Ka potencial për harmoni familjare ose ndjesinë e tipit kjo është shtëpia ime emocionale, shtëpia ime shpirtërore. Nëse jeni beqar, dikush mund të afrohet me energji shumë të pastër. Mund të jetë dikush që fillimisht duket i thjesht, por me potencial shumë të madh për qëndrueshmëri. Ose jeni ju vetë për dikë tjetër. Megjithatë,
ju vetë jeni në një energji shumë magnetike këtë javë. Pasioni juaj është i dukshëm, por edhe maturia juaj, dhe kjo ju bën shumë tërheqës ose tërheqëse në një nivel më të lartë. Por kujdes, mos e ulni standardin tuaj nga frika e vetmisë. Ju nuk jeni në fazën e aventurave boshe. Ju kërkoni ndërtim, sepse mbretëresha e monedhave ajo ndërton, është shumë stabil si person, si karakter. Dhe kartat këshillojnë që të zgjidhni atë që ju jep siguri emocionale. Jo vetëm emocion të fortë me mbretëreshën e shkopimve, sepse kjo është shumë pasionante, e zjarrt, por dashuria që vjen këtë javë ka potencial afatgjatë. Megjithatë, kërkon pjekuri nga të dyja palët. Ose kërkohet që ju të jeni edhe pasionante, edhe e qëndrueshme, t'i balanconi të dyja energjitë në veten tuaj për një familje të shëndosh që mund të ketë ndoshta një rifillim me partnerin ekzistues ose me dikë të ri, sepse tregon edhe për diçka të re që vjen në horizont. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 3 monedhat, asi i shpatave, 4 monedhat dhe budallai. Në punë ka bashkëpunim me 3 monedhat, pra duket që kemi 3 njerëz këtu që bisedojnë me njëri tjetrin, pra flasin për bashkëpunime të mundshme. Mund të ketë një ide të re, një qartësi, ose një komunikim të rëndësishëm i cili mund të ndodhë. Ju mund të thoni diçka që ndryshon rrjedhën e situatës, por brenda jush ka një konflikt. Një pjesë kërkon siguri financiare dhe stabilitet. Një pjesë tjetër kërkon fitim të ri, rrezik dhe aventurë. Kjo javë ju sfidon. Ju sfidon në kontekstin që a do të qëndroni në zonën e sigurt, apo do të bëni një hap të ri. Pra, do të qëndroni kështu, apo do të do hidhni hapin e besimit. Dhe kartat këshillojnë që të mos merrni vendime nga frika, por as të mos veproni në mënyrë impulsive. Nëse ndjeni qartësi dhe jo vetëm entuziazëm momental, atëherë është koha për të hedhur hapin e besimit. Pra, të hidheni për një ide që ju e keni, të rrezikoni me pak fjalë. Kalojmë në prizmë orakull ku kemi izolimin. Edhe pse ka shumë lëvizje rreth jush, brenda ndjeni nevojë për hapësirë. Kjo nuk është vetmi e dhimbshme, është izolim për qartësi. Ju keni nevojë të dëgjoni veten para se të reagoni ndaj të tjerëve. Ndonjëherë vendimet më të mëdha merren kur jemi vetëm. Kjo javë mund t'ju kërkojë të tërhiqeni pak, të mos ndani çdo mendim, të mos shpjegoni çdo ndjenjë. Disa vendime duhet të merren në heshtje. Pra, me pak fjalë, kjo javë është tranzicion. Ju po kaloni nga reagimi drejt vetë kontrollit, nga impulsi drejt ndërtimit, nga pasioni i shpejt drejt stabilitetit të zgjedhur. Pra, ju nuk po humbni zjarrin tuaj, ju po e disiplinoni atë. Paçim.